Kryeministri Sali Berisha në fokus të fjalës së tij në mbledhjen e qeverisë ka patur rritjen e punësimit në vend, ndërsa ka ftuar ministrat që të vijojnë me reformat për të bërë të mundur nxitjen e sipërmarrjes private dhe favorizimin e bizneseve që punësojnë më shumë. E gjitha agenda e ministrive tuaja duhet të shqyrtohet, të rishqyrtohet, të formulohet dhe të riformulohet në përputhje me punësimin si interesi më jetik i qytetarëve shqiptar. Le të nxisim ne iniciativën private në shkallën më maksimale. Por kryeministri nuk ka kursyer dhe kritikat në drejtim të opozitës, ndërsa e ftoi atë të kontrollojë qeverinë, por të heqë dorë nga sulmet kundër investitorëve dhe nga deklaratat për anullimin e privatizimeve apo koncesioneve. Kryeministri ka folur sërish për taksën progresive të propozuar nga opozita, ndërsa tha se ky qëndrim shkatërron mira vende pune në kohën më delikate për punësimin e shqiptarëve. Ftoja opozitën të heqë dorë nga sulmet mjerane kundër investitorëve, të heqë dorë nga deklaratat bajate të anullimit të kësaj apo asaj privatizimi apo koncesioni apo veprimtarie private. Opozita është e ftuar, e mirëpritur të kontrollojë në çdo qelizë veprimtarinë e kësaj qeverie. Kryeministri Berisha tha se duhet të shqyrtohen të gjitha potencialet për zgjerimin e sektorëve privat dhe të rishihen rregullat të cilat duhen ndryshuar për t'i bërë ato më miqësore për biznesin.